për të këtë gjëje. Edhe po t'isha unë në burg, dhe po të mos ishe, edhe të që jam unë në burg, dhe po t'isha gjallë, dhe po t'isha i vdekur unë dhe tani që jam gjallë. E ke me veten. Trashëgimin e ka me veten. Trashëgimia që ka për të pasur është krimi organizuar dhe kartelet. Është kryeministri që mbolli, lulëzoi, krijoi, internacionalizoi, pushtetëzoi, pasuroi krimin e organizuar dhe kartelet e drogës. Në një intervistë për televizionin dhe gazetarin Çim Peka, ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj u shpreh se një grup kriminal ka tentuar rrëmbimin e tij dhe më pas eliminimin fizik. Ai u shpreh: "Në raport me mua dhe me familjen ka ndryshuar shumë gjëra ashtu siç ka ndryshuar edhe në realitetin shqiptar në qarkun e një viti. Ka vazhduar genocidi i thellë i mirë organizuar ndaj familjes time. Unë ju a kam shpjeguar dhe juve, jashtë kamerave, po edhe përpara kamerave. E kam thënë që mënyra se si është vepruar me mua dhe me familjen time është e paprecedent në 30 vite. Pra ka pasur një plan brenda grupit kriminal që unë kam përmendur më lart, që e kanë diskutuar deri në eliminim fizik", ka deklaruar ai.